Prodhimet bujësore në Drenovic dhe Samatic të Dimalit po kalben në sera, për shkak se fermerët nuk gjejnë treg për shitin e tyre, ndërsa pikat e grumbullimit ofrojnë çmime tepër të ulta, duke mos mbuluar as kostot e kultivimit. Në këto kushte, fermerët thonë se janë në prag të falimentimit dhe për këtë shkak, vitin që vjen do të zvogëlojnë sipërfaqet e mbjella. Që asnjëherë nuk dihet se si do variojë puna e çmimit. Ne nuk kemi as tavan, as dysheme. Kështu që tek ne mund të jetë 500 lek sot dhe nëse të bëj 100 lek. Edhe çfarë do marrësh si përfundim, se ka raste që të ngel edhe pashit. Traundi po që çmimi i ulët. Nuk kemi shtet, pik. Serat po mbarojnë, po mbyllen. Serat mbaruan, 2 muaj, 3 muaj jemi pa punë. Fermeri nuk ka fitim fare. Zero. Po pati çmime gënje, po janë ngritur plerat, janë ngritur çdo gjë, nuk ka asnjë lloj furnizimi. Që nuk po mbjellin se nuk kanë fitim, nuk po ecën. Shiten 1 kat, 2 kat dhe nuk ka përmirësim asnjë. Asnjë zero. Edhe ata që kanë sera shumë keq janë ekonomikisht. Pse? Nuk u shitet malli. Fermerët e Dimalit thonë se në këtë sezon u dëmtuan nga përmbytjet masive në dimër, nga çmimi i lartë i karburanteve për mjetet agregate dhe çmimi i inputeve bujësore, kurse shteti nuk ju ka ofruar asnjë lloj ndihme. Të funksionojnë shteti, jo t'i lërin kështu në mëshirë të fatit njerëzit. Subvencione merrni? Jo. Po pse nuk merrni? Këtu tokat nuk janë të rregullta, pa përjashtim. Këtu toka njerëzit si ka marrë akoma prasin e tokës. Qa kërkon të tani të marrë subvencionime ku toka se keni emri ten? Ku figuron emrim? Tu nuk jetohet sipas rregullave të standarde, ça flet ai galaktiku im. Tulen plerat. Te blegtoria nuk po shkon as qumshi, as një gjë, është minus. Asnjë nuk ka marrë as te sera subvencione, as një lloj të ardhre. Zero. Me çfarë do t'i mbillni tani? Se dhe kemi marrë kredi dhe po vazhdojmë me kredi. Fermerët e fshatrave Drenovice Samatic në bashkinë Dimal kultivojnë kryesisht perime të stinës, si dhe shalqinje, pjepër.